Përshëndetje nxënës. Unë jam mësuesja Nora Zhuta Sela, Shkolla Fillore Zini Hani, Velesht, Struk. Ne sot do të mbajmë një orë mësimore në lëndën e matematikës me nxënësit e klasave të pesta. Tema: numrat dhe zgjidhja e problemeve. Njësia mësimore: përqindja. Libri i matematikës, faqe 121. Atëherë nxënës, ku më shumë i kemi pa përqindjet? Unë besoj se po të ishim në klasë, atëherë ju do të më jepnit përgjigje të ndryshme. Por, ne do të vazhdojmë të shikojmë në fotografi. Çfarë kemi në fotografit e dhëna? Pra, nxënës, kemi disa bateri, ku bateri e parë është e mbushur plot, njëra në gjysmë, ndërsa tjetra gati e harxhuar, pra fare pak e mbushur. Pse ne nxënës e morëm këtë shembull? Sepse baterit i kemi në celularët tonë, në kompjuterët tonë dhe aty i shikojmë më shumë përqindjet. Por, që më sakt të tregojmë mbushjen e tyre, duhet të shikojmë numrat që janë afër baterive. Në rastin tonë, bateria e parë është 100%, tjetra 50% dhe e fundit 10%. Pra pse e morëm këtë shembull? Sepse ne gati çdo ditë shumë shpesh jemi me telefonët, me kompjuterët, laptopët, ku e ndjekim vazhdimisht përqindjen e tyre. Pra nxënës, pikërisht sot do të mësojmë për përqindjen. Çka është përqindja? Përqindja është pjesë prej qindëshes ose pjesë nga tërësia e plota. Pra, çdo numër thyesor që emëruesin e ka 100. Me çfarë shenje e shkruajmë përqindjen? Unë besoj se ju nxënës më të gjithë e keni të njohur shenjen për përqindje. Dhe ajo është shenja të cilën e shikojmë në ekran. Figura e dhënë është e ndarë në 100 katror më të vegjël, pra në 100 pjesë të barabarta. Ta paraqesim si përqindje dhe si thyes. Figura është e ngjyrosur 50%, sepse i kemi të ngjyrosura 50 katror më të vegjël. Pra, kemi të ngjyrosur 50% të kësaj figure. Ose, ndryshe mund të themi se kemi ngjyrosur 50 të qintat. Pra, e ngjyrosur është gjysma e figurës, 1/2 e figurës është e ngjyrosur. Figurën e dhënë ta paraqesim si përqindje dhe si thyes. Kjo figurë i ka të ngjyrosura 25 pjesë të barabarta, 25 pjesë nga 100 pjesët e ndara. Pra, 25% e kësaj figure mund të themi se është 25 të qintat. Por, nxënës, ne këtë figurë e kemi ndarë edhe në 4 pjesë të barabarta. 4 pjesë të barabarta. Që do të thotë 25% është e barabartë me 1/4 e këtij katrori, themi se është e ngjyrosur. Sa përqind prej katroreve janë të ngjyrosura? Figura e dhënë është një katror i cili është i ndarë në 100 pjesë dhe këtu kemi të ngjyrosura
10%, kemi të ngjyrosura 10%, ose themi se kemi të ngjyrosura 10 pjesë të barabarta, 10 katror më të vegjël. 10% ose 10 të qintat, por ne nxënës mund të themi se 10 të qintat është edhe 1/10, sepse kemi ngjyrosur një kolon nga 10 kolonat. Çfarë shikojmë në fotografi? Fotografia e radhës është një katror i cili kemi të ngjyrosur vetëm 1% ose një katror, një pjesë prej 100 pjesëve. 1% është e barabartë me 1 të qintat, pra është ngjyrosur 1%. Ndërsa, te figura e dhënë shohim se kemi më shumë pjesë të pangjyrosura, të cilat janë 99% ose 99 të qintat. Themi se është e pangjyrosur. Nxënës, do të vazhdojmë edhe me detyrë tekstuale. Zana ka 100 fotografi në albumin e saj. Prej tyre, 63 i ka marrë duke ndërruar me shokët e saj. Sa përqind prej fotografive nuk i ka marrë duke i ndërruar. Pra Zana gjithsej ka pas 100 fotografi dhe 63 prej tyre i ka marrë duke i ndërruar me shokët dhe të shikojmë se Zanës i kanë mbetur 37 fotografi, të cilat fotografi Zana nuk i ka marrë duke i ndërruar, pra 37% të fotografive nuk i ka marrë duke i ndërruar. Atëherë nxënës, për detyrë shtëpie, keni përpiloni detyra tekstuale me përqindje. Dhe detyrë tjetër, hulumtoni se çfarë mundet të paraqesim me përqindje. Nxënës të dashur, mirupafshim në orë tjera mësimore.